Kur mendojmë për hetimet në vendin e punës, shpesh na vijnë ndërmend rregulla të thata, manuale, procedura, por sot do të flasim për diçka tjetër, për anën njerëzore, anën e vërtet dhe shpesh të komplikuar të zgjidhjes së konflikteve. Dhe do ta bëjmë këtë duke u thelluar në një rast konkret, një histori nga jeta reale. Pra, le të fillojmë. Dhe s'ka mënyrë më të mirë për të nisur se sa me këtë fjali. Është marrë nga ditari i një hetueseje dhe në fakt përmbledh gjithçka. Hetimet në vendin e punës nuk janë për të gjetur një hero dhe një horr, janë për të lundruar në për nuancat gri ku fshihet e vërteta. Rasti ynë sot ka një emër kodi, Operacioni Verdha. Dhe në qendër të tij janë dy persona, Endri, menaxheri, dhe Driola, punonjësja. Gjithçka filloi me ankesën e saj, një ankesë që hapi një proces që, siç do ta shohim, zburoi shumë më tepër nga sa pritej në fillim. E po, kjo ishte pyetja që dukej se ishte në tavolinë. A kemi të bëjmë me një menaxher që po kalon kufit apo me një punonjëse që ndoshta po i keq interpreton gjërat? Kjo është dilema klasike apo jo? Fjala e njërit kundër fjalës së tjetrit, por a është vërtet kaq e thjeshtë? Siç doli, përgjigjja ishte shumë më komplekse. Dhe këtu gjërat bëhen interesante. Tani le të flasim për metodologjinë, sepse puna e një hetuesi nuk është thjesht të dëgjojë dy versione dhe të zgjedhë atë që i pëlqen më shumë. Jo, puna është të gërmosh, të zbulosh sistematikisht faktet duke përdorur parime të caktuara. Kjo e ndan një hetim profesional nga një gjykim i nxituar. Këtu kemi 3 shtyllat kryesore të këtij hetimi. E para, pyetje të hapura për të lejuar njerëzit të tregojnë historinë e tyre pa u ndikuar. E dyta, triangulimi, për të kryqëzuar informacionet. Dhe e treta, mbështetja tek dokumentacioni për të pasur diçka konkrete, objektive. Secili nga këto hapa ndihmon për të ndërtuar një tablo gjithnjë e më të qartë. Le të ndalemi pak te ky parimi i triangulimit, sepse është absolutisht thelbësor. Versioni një personi është thjesht kaq, një perspektiv, nuk është e vërteta absolute. Për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet, duhet të mbledhësh pjesëza nga burime të ndryshme të pavarura nga njëra tjetra. Dhe kjo shifër e tregon më së miri. Nuk u fol vetëm me Driolën dhe Endrin. U intervistuan 6 persona gjithsej, 2 kolegë të tyre të drejt për drejt, një ish punonjës që ishte larguar, madje edhe një menaxher tjetër. Vetëm kështu mund të dilje nga situata bllokuese, ai tha, ajo tha. Mirë, përveç dëshmive, hetimi u ankorua te diçka tjetër shumë e rëndësishme. Kujtesa jon, e po na trajton, sidomos kur jemi nën presion ose të mërzitur. Prandaj provat e shkruara, e-mailet, vlerësimet e performancës, shënimet, janë si një spirancë që e mban hetimin të lidhur me realitetin objektiv. Dhe këtu kemi një nga ato provat kyçe. U zbulua se menaxheri Endri kishte dokumentuar plot 20 gabime specifike në punën e Driolës gjatë 8 muajve të fundit. Tani, kjo nuk e justifikon sjelljen e tij nëse ka qenë ashpër, por i jep një kontekst krejt tjetër kritikave të tij. Tregon se ato nuk kishin thjesht opinionet e hedhura në erë. Dhe kështu, arrim në pikën kulmore. Të gjitha këto pjesë të puzzle-it filluan të bashkoheshin, dhe çfarë zbuluan? Jo një të keq dhe një viktim. Jo. Zbuluan një realitet shumë më me nuanca, një realitet që kërkonte një zgjidhje po aq të thellë sa vetë problemi. Ky krahasim e tregon në mënyrë perfekte. Nga njëra anë, kishim qëllimin e Endrit. Ai sinqerisht donte që ekipi të përmirësohej, e besonte se feedbacku i drejt për drejt ishte rruga e duhur, por nga ana tjetër kishim ndikimin që kjo qasje po kishte te Driola, frikë, stres, aq sa ajo donte të largohej. E kuptoni? Të dy kishin një pjesë të së vërtetës. Dhe kjo na çonte për fundimi final. Supozimi fillestar, ai bardhëzi ishte i gabuar. Hetimi nuk gjeti një fajtor. Ai gjeti një mos përputhje. Një menaxher teknikisht shumë i zoti, por me mangësi të mëdha në komunikim dhe empati, dhe një punonjëse e dërshme dhe punëtore, por që ndoshta nuk ishte personi i duhur për atë rol specifik, me atë lloj presioni. Dhe ky zbulim solli një ndryshim të madh në mentalitet. Nuk u kërkoa më një kokë turku. Fokusi kaloi nga kush e ka fajin te kush ka përgjegjësi për të rritur. Po, Endri kishte përgjegjësi të përmirësonte aftësitë e tij menaxheriale, por edhe kompania kishte përgjegjësi për t'i trajnuar më mirë menaxherët e saj dhe për të mbështetur punonjësit. Por historia nuk mbaron këtu.
sepse një hetim i mirë bën më shumë se sa thjesht zgjidh një rast. Ai shërben si një katalizator. Mësimet e nxjerra nga operacioni Verdha u përdorën për të ndërtuar një organizat më të fortë dhe më të shëndetshme për të gjithë. Dhe këto nuk ishin thjesht fjalë. Shikoni ndryshimet konkrete që u bën. Trajnime të detyrueshme për menaxherët, sisteme feedbacku ku edhe punonjësit vlerësojnë shefat e tyre, takime të rregullta, politika të qarta. Këto janë hapa që rregullojnë sistemin në themel, jo vetëm që mbulojnë një problem të çastit. Ky është angazhim serioz. Dhe a patën efekt të ndryshime? Për t'ju përgjigjur kësaj, le të shohim shifrat. Para këtij hetimi, kompania kishte një normë largimesh vullnetare prej 25%. 1/4 persona largoi. Kjo shifër tregonte qartë se problemi ishte sistemik, shumë më i madh se vetëm një konflikt mes dy personave. Tani shikoni këtë. 18 muaj më vonë, ajo shifër kishte rënë në 8%, nga 25% në 8%. Kjo është një rënje masive. Dhe kjo tregon fuqinë e një qasjeje që nuk kërkon fajtor, por që kërkon zgjidhje të vërteta, njerëzore dhe sistematike. Kjo është një fitore jo vetëm për kulturën e kompanisë, por edhe për rezultatet financiare. Pra, le ta mbyllim me idenë me të cilën e nisëm. Një hetues i mirë nuk është një prokuror që kërkon të dënojë dikë. Ai është një kërkues i së vërtetës. Dhe vërteta, siç e pam, shpesh është komplekse, me shumë stresa. Por vetëm duke e zbuluar atë të vërtet, mund të arrihet jo vetëm drejtësia, por edhe rritja. Kjo është pyetja që vlen, apo kërkojmë fajtor, apo po kërkojmë vërtet të kuptojmë.